Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Shumë prindër përballen me sfidën e zgjimeve të shpeshta gjatë natës nga fëmijët e tyre. Edhe pse kjo mund të duket e lodhshme dhe ndonjëherë shqetësuese, është diçka shumë e zakonshme veçanërisht në vitet e para të jetës. Në këtë video do të shpjegojmë 7 arsyet më të zakonshme pse fëmijët zgjohen shpesh natën. Arsyeja e parë, zhvillimi i zakonshëm i gjumit. Fëmijët, veçanërisht foshnjët dhe të vegjëlit, kanë cikle gjumi më të shkurtra krahasuar me të rriturit. Ata kalojnë më shpesh nga fazat e thella në fazat e lehta të gjumit, dhe kjo i bën më të ndjeshëm ndaj zgjimeve. Ky është një proces normal i zhvillimit dhe me kalimin e kohës ciklet e tyre të gjumit do të stabilizohen. Arsyeja e dytë, nevoja për ushqim gjatë natës. Në muajt e parë të jetës, stomaku i foshnjës është shumë i vogël për të mbajtur sasi të mëdha qumshti. Për atë arsye, ata kanë nevojë të ushqehen shpesh. Edhe pas muajit të 6, disa fëmijë vazhdojnë të zgjohen për ushqim për arsye sigurie, ngushëllimi apo zakoni. Arsyeja e tretë, ndryshime të zhvillimit dhe arritje të reja. Kur fëmijët mësojnë aftësi të reja, si rrotullimi, zvarritja, ecja apo të folurit, truri i tyre është shumë aktiv edhe gjatë natës. Arsyeja e katërt, ndikimi i faktorëve të jashtëm. Zhurma, drita, temperatura e dhomës ose një pelenë e lagur mund të ndikojnë në cilësinë e gjumit të fëmijës. Fëmijët janë shumë të ndjeshëm ndaj mjedisit të tyre, prandaj një ambient i qetë, i errët dhe me temperaturë të përshtatshme ndihmon shumë në gjumin e qetë. Arsyeja e pestë, ankthi nga ndarja dhe nevoja për siguri. Pas moshës 6 muajsh, shumë fëmijë fillojnë të përjetojnë të ashtu quajturin ankth nga ndarja. Ata zgjohen gjatë natës për të kontrolluar nëse prindërit janë afër. Në këtë moshë, ngushëllimi emocional është aq i rëndësishëm sa dhe plotësimi i nevojave fizike. Arsyeja e gjashtë, ndryshime në rutinë ose në mjetes. Një udhëtim, një dhomë e re ose një ndryshim në orarin e gjumit mund të mjaftojë për të prishur gjumin e qetë. Fëmijët janë shumë të ndjeshëm ndaj ndryshimeve dhe kjo mund të ndikojë menjëherë në cilësinë e gjumit. Arsyeja 7, shëndeti fizik. Dhimbjet e dhëmbëve, një ftohje, temperatura apo ndonjë shqetësim tjetër fizik mund ta zgjojë fëmijën gjatë natës. Edhe pse këto janë zakonisht kalimtare, ato mund të shkaktojnë net pa gjumë për të gjithë familjen. Zgjimet e shpeshta gjatë natës janë një pjesë normale e zhvillimit të fëmijës. Megjithatë, nëse zgjimet janë shumë të shpeshta ose shoqërohen me shqetësime të tjera si të qara të vazhdueshme apo vështirësi në frymarrje, është gjithmonë më mirë të konsultoheni me një pediatër. Durimi, mirëkuptimi dhe një rutinë e qëndrueshme e gjumit do ta ndihmojnë fëmijën tuaj të flejë më mirë me kalimin e kohës. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.